أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, Zotin ton falenderojmë, prej tij ndihmë, falem, shteti kërkojmë mbi njeriu më të mirën e gjithë pejgamberëve, me të fundit të gjithë profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Edhe unë, vëllezër dhe motra nëse na ndjekin, e lusë Allahun xhalleshanu ta bëjmë mezhlisin tonë mezhlis ndaj të cilit zbret kënaqësia e Zotit, i cili rrethohet me melajket e Zotit, i cili përmendet në mezhliset e Allahu xhalleshanu që janë shumë më të hajrit e shumë më të mira se sa mezhliset e dynjas. E lusë Allahun xhalleshanu që dita jone sot me të qenë më mirë se sa e djeshmja, ajo që vjen nesër, inshallah, nëse e mbrim të jetë më mirë se sa e sotmja, ahireti ynë të jetë më mirë se sa dynjaja jonë. Zoti e bëft të namaz që falem dëshmi të mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, sebeb që Zoti të falë gjunahet tona, të forcoj zemrat tona në rrugën e drejtë, e po ashtu sebeb që të fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe xhennetin e Tij. Edhe unë pasi falenderoj Allahun xhalleshanu që na bëri të gjithëve bashkë sonte në këtë mezhlis, e falenderoj Hoxhën Hasanin, i cili insistoi dhe kishte dëshirë të ishim sonte bashkë me një temë e cila me një formë, me një tjetër na prek të gjithëve. Është një temë e rëndësishme, tema e rinisë, është temë e cila shqetëson një prind i cili ndoshta sot i ka fëmijë të vegjël, por shumë shpejt fëmijët e tij rriten dhe bëhen rini. E prindër të tjerë që i kanë zatën fëmijët në moshën e adoleshencës dhe të rinisë e din vetë ata se çfarë hallësh, problemesh, sfidash po kalon rinia, por dhe ata të tjerë që thot as i kam të vegjël, as i kam moshën e rinis, janë rritur, janë martuar, edhe ai me një formë një tjetër ka nipër e ka mbesa, apo dhe ai ballafaqohet me rini rreth rrotull. Prandaj është një temë e cila shqetëson çdo prind, duhet shqetësoj çdo mësues, shqetëson çdo shtet, çdo ministri, sepse rinia nuk është thjesht një pjesë e shoqërisë, po është zemra e shoqërisë, është e ardhmja e shoqërisë. Gjithmonë është thënë, nëse do ta shikosh të ardhmen e një populli, shih rininë e atij populli. Po që në atë rini ka hajër dhe ka mirësi, shpreso që ardhmja e tyre do të jetë hajër dhe mirësi. Po që rinia e tyre ka marrë për keq, është e smurë në shpirt, është e prishur në mendje, edhe nuk është e rregull në jetë, atëherë dije se kështu ka përqenë edhe ardhmja e atij populli. Pasi ligji Allahu xhalleshanu thotë çfarë të mbjellësh, do të korrësh. Edhe ajo që do të korrim të gjithë me një formë, me një tjetër, është pikërisht është rinia jonë. Por unë prim fillim dua të them që nuk është qëllimi ose nuk duhet të jetë qëllimi i ligjëratave tona qortimi i rinisë, apo kritika e rinisë, apo por t'ju thënë atyre se ju nuk kuptoni, nuk bëni, nuk punoni, nuk merrni vesh. As për t'ju thënë atyre se kur ishim ne në kohën tuaj, ne kemi sakrifikuar, jemi lodhur, kemi vuajtur, sepse jo gjithmonë kjo formë ka përdhënë efektet e saj pozitive. Qëllimi i çdo prindi, i çdo mësuesi, i çdo hoxhe, i çdo të madhi duhet të jetë të këshillojë rinin, ta orientojë atë tek ajo që është më e hajrit. Sepse ndoshta këshilla, fjala e mirë, fjala e butë, përcjellja e eksperiencës tek ata është më e rëndësishme se sa kritika dhe qortimi, se sot kritikën dhe qortimin e bëjnë të gjithë në formën më të mirë të mundshme, por sot ka pak njerëz që këshillojnë, ka pak njerëz që orientojnë. Më lejoni vëllezër dhe motra ta nisim këtë ligjërat e cila titullohet Rinia dhe sfidat e saj bashkëkohore apo sfidat e kohës moderne, ta nisim me një hyrje. Hyrje e cila thotë që çdo ditë është dhuratë prej Zotit. Çdo ditë që lind dielli është dhuratë prej Zotit të gjithësisë. Shëndeti është dhuratë prej Zotit. Pasuria që sot ke është dhuratë prej Zotit. Një mundësi dhe një shans që ta ka dhënë Zoti është dhuratë prej Tij. Prandaj ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoni disa gjëra përpara se t'ju ikin ato. Shfrytëzoni
kohën përpara se t'ju vijë vdekja. Shfryzoni shëndetin përpara se t'ju vijë smundja. Shfryzoni pasurinë përpara se të kaloni në barfëri. Shfryzoni të mira që ju ka dhënë Allahu xhalleshanu përpara se të mos i keni këto të mira. Shfryzoni kohën e lirë përpara se të vijë një kohë që do të kishi dëshirë, por nuk keni më kohë. Edhe rinin të gjithë duhet ta shikojmë si mirësi për Allahu xhalleshanu. Madje si gjën më të bukur që i ka dhënë Zoti një krijesë. Shihni fëmijët e vegjël. Po ti shihni të gjithë ëndrojnë të rriten e të bëhen të mëdhej, të gjithë ëndrat i kanë nga një herë, veshin këpucë më të mëdhaja, veshin pantallona më të mëdhaja, sepse duan të duken më të mëdhej. Ato faktikisht synojnë që t'jenë të rritur, synojnë që t'jenë të ri. Pyesni pleqt, çfarë dëshire do të kishin nëse do të realizohej? Të gjithë thonë, asi kur t'isha i ri dhe një herë. Dhe jo më kot poeti arab ka thënë, sikur një ditë të vinte rinia e ti tregoj atij që çfarë më bëri mua pleqëria. Sepse në mendje njeriu gjithmonë është i ri. Në dëshira, në pasione, në plane, gjithmonë është i ri. Mirë, por nuk i përgjigjet trupi, nuk i ka mundësitë, nuk ka ndoshta kohë. Prandaj rinia është dhuratë prej Allahu xhalleshanu. Është mosha më e bukur. Mosha në të cilën Allahu xhalleshanu i jep njeriu të shëndetin, se shumë njerëz duan të bëjnë diçka, por se kanë shëndetin, nuk e kanë fuqinë për ta bërë. Rinia e ka fuqinë, atyre ju vlon dhe ju zjen gjaku. Ata nuk kanë gjë që i ndalon për sa i përket forcës dhe mundësive fizike. Rinia është koha në cilën njeriu ëndron pafund. Nuk ka mure, nuk ka pengesa për njeriu. Rinia është koha kur edhe mundësit i ka deri diku njeriu. Ndoshta nuk ka atë pasurinë që ai pret, por shumica e mundësive që i kërkon njeriu në jetën e tij i ka në rininë e tij. Prandaj Allahu xhalleshanu e ka specifikuar rininë si periudhën më të veçantë, e cila është mes dy dobësive, mes dobësisë së fëmijërisë, së fëmijës që do të bëhet i rritur, dhe mes dobësisë së plakut i cili do të bëhet dhe një herë i ri. Thot, ajo është mosha e rinisë, në të cilën Allahu xhalleshanu i jep njeriu edhe rini, edhe fuqi, edhe mundësi. Të gjithë njerëzit pa përjashtim, kur kthejnë kokën mrapa, thot, sikur të kisha qenë dhe një herë i ri, mos e kisha bërë këtë gabim, ta kisha bërë më mirë këtë gjën tjetër, të gjithë pa përjashtim. Kjo është arsyeja pse Zoti në Kur'anin famlar dhe pse në hadithet e tij profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka folur për rinin, sepse do të kalojë rinia siç ka kaluar rinia shumë prej nesh dhe do të ngelet thjesht pishpallëku i njeriu. Askush me çfarë do lloj mundësi që të ketë nuk e blen më dot kohën e tij, nuk e blen më dot rinin e tij. Njerëzit sot po mundohen të rigjenerojnë trupin e tyre, qelizat e tyre, po mundohen të kërkojnë dhe ilaçin e pavdekshmërisë, por në fund Zoti ka caktuar që ai që është fëmijë do të rritet, do të bëhet i ri, pastaj do fillojë të moshohet, pastaj do të plaket e do shkojë tek Allahu xhalleshanu, sikur shkuan të parët, do të shkojmë edhe ne. Në Kur'anin famlar Zoti na tregon në surën Kehf, që është surja e shpellës, për disa djemë të ri. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin djelmosha, thot, të cilët besuan në Zotin e tyre dhe ne atyre u shtuam udhëzim. Kjo rini që e përmend Allahu në surën Kehf nuk kanë qenë njerëz në përkëmbur, ka qenë fëmijët e Parisë së vendit. Ishin të pasur, kishin luks, kishin të gjitha mundësitë, por sakrifikuan çdo gjë. Rininë e tyre, pasurinë e tyre, nivelin në cilin ishin për hir të besimit, dhe Zoti e veçoi këtë kategori, tha, sakrifica e këtyre duhet të ngelet e pavdekshme deri në ditën e Kiametit. Prandaj nga syneti që na ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ta lexojmë surën Kehf të paktën çdo xhumë. Ne do apo nuk do lexojmë historinë e këtyre të rive. A imagjinon dot që këta djem i ka përmend Zotin Kur'an dhe çdo xhumë minimum i kujtohet historia e tyre deri në ditën e Kiametit. Pse? Sepse nuk është rëndësi se sa vet ishin. 7 vet, po 7 vet që mbahen mend në gjithë historinë njerëzore. Po ashtu shihni njerëzit më të afërt me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë të ri, kanë qenë një moshë ne sot se imagjinojmë dot.
e tha, mua më ndihmuan të rit e më zhgënjyen pleqt, sepse pleqt e kanë nga njerë vështirë të ndryshojnë. Nuk ndryshuan, pjesa më e madhe e pleqve nuk ndryshoi me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E dini se është i sinqert, e dini se është besnik, e dini se nuk gënjen, e dini se nuk mështron, por tha ne nuk ndryshojmë dot në këtë kohë. Siç thon një pjesë e madhe e popullit ton, vallahi nuk bëhet plaku hoxh, thot një herë, e ka fjalën që nuk kthehem më dot. Kurse ata që ishin më të pastër, më të sinqert, që u gjendën gjithmonë afër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishin të rinj, por ai u besoi shumë atyre. Ata i besuan atij, ai u besoi shumë atyre. Nuk ju tha atyre rini aty mbrapa se e kanë radhën pleqt. Nuk ju tha atyre njerën shokët e mi pas se jeni ju, po i madh dhe i vogël, ai i ngrit ju tha atyre që ju jeni njerëz të veçantë. Hadithi që të gjithë kemi mësuar, ruaj Zotin të ruaj Zoti ty, ruaj Zotin ta kesh gjithmonë afër vetës, dije se po umblodhen kret njerëzit për ta bërë një të mirë, nuk ta bëjnë atë nëse ka caktuar Allahu xhallashanuhu. Dhe dije se sikur gjithë njerëzit mlidhen për ta bërë ty një të keqe, nuk ta bëjnë atë keqe nëse s'ka caktuar Allahu xhallashanuhu, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët. Ky hadith, kujt i është thënë ky hadith kaq madhështor? Një djaloshi Ibn Abbasit mendohet që ka qenë 11 apo 12 vjeç. Si ka mundësi ti thot një fjalë kaq të madhe profeti alayhis salam një djaloshi të tillë? Dhe çudia më e madhe si ka mundësi që ai e ruan këtë hadith ja transmeton të gjithëve? Dhe si ka mundësi që muslimanët nuk i thon atij ja ke fut kot, se ke majt men hadithin, ti e fëmijë, ti e kalamon, ku merr vesh ti nga këto punë? Sepse kështu i rriti profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ky Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Ebu Hurajra, këta gjithë kanë qenë rini. Në moshën e sotme ndoshta është mosha e adoleshencës, por të gjithë ishin ata që mbajtën mbi shpatullat e tyre, ndoshta barën më të madhe në histori, ti je pasuesi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ri ishte edhe Mus'ab ibn Umairi. E dërgoi pejgamberi alayhis salam si ambasadorën e tij të parë nga Mekka në Medinë, tha shko tha trokit në zemrat dhe në dyert e njerëzve, ti je ambasadori im. Me fjalët e tij, me sjelljen e tij, me shikimin e tij arriti që në çdo familje të Medinës të kishte minimumi nga një musliman. Dhe kur erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa që Medinja në çdo shtëpi kishte musliman. Ai thuaj që ka qenë një djalosh që ka pas shumë mundësi. Thoshte e vet ai, kisha dëshirë që parfumin tim mos e përdorte njëri tjetër. Kisha dëshirë që rrobën time mos e vishte më njëri tjetër. Por kur është vrarë, kur është rënë shahid Mus'ab ibn Umairi, të gjithë kanë qarë. E thanë ky djalosh një ditë prej ditësh nuk pranonte që parfumin e tij ta përdorte dikush tjetër, po e përdori dikush, thoshte do dua një parfum tjetër. Dhe rrobën e tij s'kishte askush tjetër, ndërsa sot ne nuk kemi copë me i mbulu atij xhenazën, i mbulonin kokën, i dilnin këmbët, i mbulonin këmbët, i dilte koka. E tha profeti sallallahu alaihi wasallam që u prek shumë, mbulojeni kokën atij dhe këmbët mbulojeni me gjethe dhe me barë. Këta ishin rinia, këta ishin ata burra mbi shpatullat e cilëve u ngrit kjo fe. Prandaj këtu na dhem zemrat të gjithëve. Ndoshta ne që na ka kaluar mosha, thash na ka ngel pishmalloku për shumë gjëra. Por prapë se prapë njeriu ka niyetin e tij, ka toben, ka istighfarin, por dëshira si çdo prind që do që fëmia e tij të jetë më mirë se sa vetja e tij. Çdo hoxh dëshiron që nxënësi të jetë më mirë se sa vetja e tij. Prandaj këto janë fjalë të cilat dalin prej shpirti, dalin prej zemre, me qëllimin që kjo rini mos e humbi shansin, siç për fat keq e kanë humbur shumë tjerë dhe në fund i ngelet njeriu vetëm pishmallliku. Po kaloj atë që është ndoshta pjesa apo esenca e temës tonë. Cilat janë sfidat kryesore që ka rinia sot? Historikisht, çdo njeri ka sfidat e tij, çdo kohë ka sfidat e veta, çdo vend ka sfidat e tij. Edhe rinia historikisht ka patur sfidat e veta. Për shembull,
ka patur sfida që ajo që ishte në fshat nuk shkonte dot në qytet, s'kishte mundësi për të shkuar në qytet. Shumë prej njerëzve kanë patur mundësi për të shkolluar dhe për të mësuar, se duheshin pasuri, duheshin para. E shumë të tjerë kanë pas probleme me punën, ka shumë të tjerë që kanë hallën e kurbetit e emigracionit, këto kanë qenë gjithmonë, unë s'po flas për këto. Unë do mundohem të flasë për disa sfida tjera që janë bashkohore, të cilat po e shkatrojnë rinin tonë, për fat keq po e shkatrojnë edhe të ardhmen tonë. Ndoshta sfida dhe kriza më e madhe që ka sot rinia është kriza e identitetit. Identitet do të thotë mos e të ta dish se kush je. Edhe kriza e identitetit është që ti nuk e di se kush je. Nuk ka më keq kur njeriu nuk njeh veten e tij. Nuk ka më keq kur njeriu nuk e di se nga vjen. Nuk ka më keq kur njeriu nuk e di se ku do të shkojë, çfarë do të ndodhi me të nesër. A të ri, a mos të ri, a të bëj këtë zanat, a të bëj këtë tjetrën, apo ta lej krejt, apo të hyj kësaj pune, ti nda kësaj pune tjetër. Pjesa më e madhe e rinisë tonë po të shoheshin të paqartë. Jenë paqartë për shkollat e tyre, paqartë për punën e tyre. Do rrinë apo do ikin? Nëse ikin, ku do të ikin? Çfarë do të ndodhi me ta? Mi pyet bitë kujt jeni, nga vini, nuk jeni të paqartë pjesa më e madhe e rinisë. E dini se çfarë mirësie është drejtimi nga kibla? Imagjino çfarë stresi ka njeriu kur do të falet, por nuk e di nga është kibla. Është i paqartë. Pse kur drejtohesh nga kibla, minimumi rahatohet zemra, thu jam drejtu në destinacionin e duhur. Atëherë një rini e cila ka krizë identiteti, ajo nuk ka kible. Nuk po flas për kiblën, thjesht kiblën e namazit që kemi nga Meka, nga Bejtullahi, po është kibla e shpirtit, është kibla e mendjes. Një rini e cila nuk e njeh se është vazhdimi një populli që ka histori, vazhdimi disa njerëzve, gjyshërve dhe gjyshëve që kanë qenë besimtar, ndoshta s'kan patur shumë shkollë, s'kan patur shumë pasuri, por kanë qenë njerëz fisnik, kanë qenë njerëz të mirë. Njëri që nuk vlerëson të kaluarën e tij, ai nuk e di se kush është sot dhe nuk e di se çfarë do të bëhet me të nesër. Prandaj unë mendoj që pjesa më e madhe e rinisë tonë e vuan këtë krizë. Po ti pyesësh tritjen të paqartë, janë të pa orientuar, nuk dinë se as nga vinë, as çfarë duhet bëjnë sot, as çfarë do të ndodhë me ta në të ardhmen. Por këtu hyn besimi, vëllezër dhe motra. Pse besimi është melhem, pse është ilaç? Besimi i thot atij të riu që ti je në moshën më të mirë të mundshme. Ti je krijesë veçantë Allahu xhalleshanu. Ti vjen nga një popull që ka histori. Ti mos ki frikë për të ardhmen tënde dhe çdo kujt tjetër e ka caktuar Zoti, por ti mendo mirë dhe puno mirë. Nëse Zoti t'i bie punë të mbara të rish në këtë vend, shumë mirë, guri i rënd për shumë vendin e tij. Po nëse kaderi Allahu xhalleshanu të çon ty në vend tjetër, çdo vend ku do të shkosh, është krijesë e Zotit, është vendi Allahu xhalleshanuhu. Ndoshta diçka e urren mund të jetë më e hajrit për ty, diçka ti e don mund të jetë më e sherrit për ty. E di se çfarë rehatie i jep një triu, ti thush, ti përdesa je besimtar, gjithmonë e ke Zotin me vete. Prandaj mos e shkatro mendjen tënde, mos e shkatro zemrën tënde me pyetje për të cilat ti nuk ke përgjigje. Ti je krijesë e Zotit, je njeri i Zotit, o Zoti ka caktuar riskun tënd, ti nuk e di se ku është risku yt, por e ke obligim ta ndjekësh atë. E rëndësishme është të kesh besimin me vete, është të kesh Zotin me vete, e ti je krenar se i biri kujt je apo nipi i kujt je. Lusë Allahu xhalleshanu që neve, fëmijëve tanë, nipërve dhe mesave tona, Zoti t'u qetësoj mendjet, e t'u qetësoj zemrat, e t'i bëj ata krenar me besimin e tyre dhe me përkatësinë e tyre dhe me familjet e tyre. Mendoj që sfidë tjetër e madhe që ka sot rinia jonë është raporti i saj me paranë. Çdo njeri e do parën, e do pasurinë, e ka krijuar vetë Zoti në zemrën dhe natyrën e njeriu që njeriu e do pasurinë. Dhe kjo nuk është gjë e keqe. Sepse po mos donte njeriu pasurinë, nuk do ta zhvillonte jetën. Ne jemi me lajke, jemi engjëj. Kjo dëshirë dhe dashuri që kemi për pasurinë, kjo na shtyn ne që ta jetojmë këtë jetë, ta zhvillojmë këtë jetë, të punojmë, se përndryshe s'do të punonte askush. Po sikur të gjithë të ishim pa nevojshëm për njëri tjetrin. Kush do të gatuante, kush do të punonte, kush do të ishte shoferi, kush do të ishte ustaj. Askush nuk punon, gjithë kanë parë. Shkatrohet jeta e njeriu. Prandaj Zoti ka futur në tabiatin, në natyrën e çdo njeriu dëshirën për pasuri.
Nuk e kam fajin vetëm rinia e sotme, por mendoj që rinia e sotme ka një problem me pasurinë. Ajo mendon që pasuria do të vijë shumë shpejt. Mendon që pasuria do të vijë pa punë. Dhe mendon që përderisa filani ka pasuri, pse mos kem dhe unë pasuri? Historikisht tjetri ka thënë, do punoj, kem dhe unë si filani. Ai ka fituar me halal, ai ka fituar me haram, është mohabet tjetër, po dhe unë do të punoj të kem si sa ai. Ndërsa sot jo, sepse ai shikon në telefon një bashkëmoshatar të tij, Zoti e di se ku është mas një kamere, ai jeton në shtëpi luksi, ai han ushqimet pa imagjinueshme, e thot pse mos kem dhe unë këtë? Mundësit nuk i ka, po nefsi ja kërkon, aty në moment të ketë. Dhe kjo po mendoj unë që po e shkatron rinin tonë, sepse nëse dikur pasuria, po themi, ishte kufizuar, sot ka dalë, nëse mund të shpreshu në livath të hakt, të duket ty se kretë jenë të pasur. Ti gjithë kam pasuri, prandaj jeton fukaraj me këmbë në balt, por mendjen e ka si mendje zëngini. Jetën do të bëj se jetë zëngini, se nuk ka mua mure mes fukareve dhe të pasurve. Aty e ka në telefonin e ti, aty e ka në laptopin e ti, dhe mendon që me të vërtet jeta kështu është në realitet, duke mos e ditur që ky njeri që duket ty i pasur, Zoti e di se sa halle ka, bova e ka marrë me qira atë studio, dhe shumica e këtyre që quhen influencer, pra që dalin e bëjnë video, pjesa më e madhe e tyre nuk është se janë pasuritë e tyre, po i ka marrë me qira ato, ka njerëz që marrin me qira dhoma apo avion apo çmenduri nga pafund, thjesht për të dukur, thot paktën 5 minuta ta jetoj jetën si njeri që ka pasuritë pafundme, si njeri zëngin. Unë mendoj që kjo po e dëmton rinin tonë, pasi ata nuk është se po punojnë për të qenë të pasur, ata duan të jenë të pasur me çdo formë, edhe jo nesër, po mësisht tani. Milionin, nëse dikur du të punosh të dikur 1 vit, apo 2 vite, apo 5 vite për ta bërë, ai thotë unë për 5 ditë duhet ta bëj atë. E kjo është një konkurrencë e cila është konkurrencë e pa imagjinueshme. Kjo po e shkatron rinin tonë. Madje ne kemi një koncept tjetër. Ne nuk punojmë vetëm për pasuri. Muslimani punon se duhet punoj. Edhe ai që është i pasur, edhe ai që nuk ka mundësi, edhe ai duhet punoj. Prandaj thonë që njeriu që ndalet nga puna ai ka vdekur. Pse një pjesë e madhe mërziten kur dalin në pension? Pse nuk kanë para për të kaluar jetën. Po njeriu po i thej ti ke dalë në pension, ti je i pavlefshëm, ti nuk duhet punosh më, ti nuk vlen më, thjesht arrisi krijes aty. Ati i duket vetja pa kuptim. Dhe automatikisht nuk ka më vlerë me jetu. Një musliman nëse del pensionist në shtet, përpara Zotit kur nuk është pensionist. Ai çdo ditë angazhohet, ai çdo ditë punon. Prandaj të parët tanë na kanë mësuar punën. Puna është ibadet, kanë thënë parët tanë. Ibadet është edhe për atë që ka dhe për atë që nuk ka. Nuk punojmë vetëm për të fituar, sepse nuk jemi adhurues të paras. Ne jemi adhurues të Zotit dhe Zoti na ka obliguar që puna është ibadet. Edhe adhurimi është ibadet, që namazi është ibadet, por dhe puna, ato duar që lodhe, ato duar që kanë kallo, ato duar apo ai njeri që derdhjes për familjen e tij, ai njeri është në adhurim ndaj Allahu xhalleshanu. Pse thua që ushqimi më i shijshëm që ha një person është ushqimi që ai ka ngrënë nga duart e tij. Për fat keq, kjo nuk është më sot tek rinia jonë. Edhe nëse punojnë, pjesa më e madhe thotë dua të kem parë për veten time, që mos më marr kush parët e mia. Ti zgozon ti thuash dikujt që do të punosh, edhe pasurinë do ta sjellësh në shtëpi, pastaj baba në fund do ta ndaj atë, po themi sipas nevojës. Jo, thotë, maksimumi punoj për veten time, që të mos marr pasurinë nga familja ime. Ndërsa brezave më përpara nuk është thonë kur diçka e tillë. Se ka menduar që kjo është parja ime, kjo është xhepi im, s'ke për ta fut dorën në xhepin tim. Xhepi i tij ka qenë xhepi i familjes. Kjo mendoj që është problemi i madh dhe të gjithë e kanë këtë hall, e kanë ndoshta më hall më të madh ata që janë të pasur, sepse nëse fëmia i tij nuk e di vlerën e pasurisë, nëse babai i dash 20 vite për ta fituar atë pasuri, ai për 20 minuta e fshin dhe e djeg atë pasuri. Prandaj kanë halla të madh. Nëse sot i jep dikush fëmijës së tij 20.000 lekë që ti prish, pa punuar, pa derdhur djers, ky fëmijë nuk ka për të falendëruar, nesër do të kërkoj 30.000 lekë, sepse është nefsi i njeriu i tillë.
është i pangopshëm nefsi njeriu. Dhe do vi një moment që atij do t'i mjaftojnë milionat dhe një pjesë e madhe e njerëzve dëgjojmë, shikojnë, na vinë njerëz me dëgju hallet e problemet e tyre, këtë kanë me fëmijët e tyre. Sepse të gjithat pasuri që ja ka dhënë fëmijë sot, gjitha është e jotja. Bëj me të çfarë duash, fëmia ka shkuar dhe ka shkatruar veten e tij, ka shkatruar shëndetin e tij me smundje dhe me varësi nga më të ndryshmet. Prandaj puna është ibadet, pasuria është e shijshme. Kretë kërkojnë pasurinë, por Zoti ka caktuar që për të bërë i pasur duhet punosh edhe duhet lodhësh. Mendoj që nga sfidat jo të vogla që kemi ne sot, të gjitha në kohën, më e madhe i vogli janë varësia ndaj teknologjisë, ndaj rrjeteve sociale. Edhe nuk e kanë vetëm fëmijë, vetëm rinia këto, kanë përshtypjen se ka hyrë smundje edhe tek pleqtë, edhe tek moshuarit. Dikur s'kan ditur ta përdorin, tash si mësuan pak ta përdorin, nuk dalin dot prej tij. Teknologjia nuk është e keqe, ajo ka sa duhesh anë pozitive. Teknologjia është si puna e një mjeti që ti mund ta përdorish për veten tënde, por mund ta përdorish edhe kundra vetes tënde. Por ama është një fakt që sot pjesa më e madhe e trive tanë, ata kanë krijuar varësi, siç ka varësi ndaj alkoolit, varësi ndaj drogës, varësi ndaj gjërave tjera, pjesa më e madhe kanë krijuar varësi ndaj telefonave të tyre. Është shumë e vështirë një fëmijë ti thuash që ti nuk do të jesh gjysmë ore në telefon, sepse ai me vetvete thotë ç'a do të ndodh me dynjan kur unë nuk jam gjysmë ore aty. I duket se po nuk e pa ai telefonin, po nuk qi ai në rrjetet sociale, i duket se dynjaja do të prishet. A imagjinon çfarë do të thotë kur njeriu mendon se kretë bota rrotullohet rreth tij. Sikur 8 miliard njerëz po presin ku është ky person në këtë moment, çfarë po bën ky person në këtë moment. Të gjitha ankohen për këtë. Varësia ndaj rrjeteve sociale po shkatron ato të rini që e cila është e pastër, është e sinqert, sepse në ato rrjete sociale ne gjithë dimë se ku e kalon rinia pjesën më të madhe të saj. E kalon në banalitete, në ceksira për fat keq, se nuk është po e kalon duke dëgjuar një diçka, duke mësuar një gjë. E kalon duke kaluar ato rrillsat shpejt e shpejt. Njeriu tani qan, tani qesh, tani është luftë, tani është ndasëm. Edhe kjo e çorienton mendjen e njeriu, e çorienton zemrën e njeriu. Edhe një këshill për vëllezërit dhe për motrat besimtare, mund të shihni sekuenca. Mirë, po kur mos mendoni se keni fituar dituri nga këto sekuenca që keni parë. Më mirë dëgjoj diçka nga fillimi deri në fund, lexoj një faqe libri nga fillimi deri në fund, se sa duke kaluar nga 3 sekonda, nga 5 sekonda apo maksimumi 1 minutë. Sepse ka bërë Zoti trurin e njeriut që ai do ta marrë informacionin, do të rahatohet që ai të marrë një kuptim për kësaj. Përndryshe thash edhe një herë, ne tani shikojmë diçka dhe qajmë, sepse ajo është për qarë. Mas 1 sekondë shikojmë diçka e cila na bën për të qesh dhe kjo na ka bërë 2 persona, nuk kemi 1 person. Njerëz që nuk dim kur qajmë, nuk dim kur qeshim dhe kemi ardhur në ato që jemi bërë të pandjeshëm. Dhe për fat keq, pjesa më e madhe e rinisë tonë e ka një problem të tillë. Ti e familja është në dhomën tjetër, ai është në botën e tij. Ai ka familje tjetër, ka botë tjetër, ka dynja tjetër. Prandaj kjo i ka bërë të pandjeshëm. Nuk din çfarë ndodh në familje, kush është smur, kush vdiq, çfarë halli, çfarë problemi, sepse ka një botë tjetër. Të gjithë e thonë diçka të tillë. Edhe kjo nuk është thjesht për të qortuar rinin, ata vetë që ka vendosur rrjetet sociale thonë për fat keq po përdoren rrjetet sociale jo për të mirën, po për të shkatruar, për fat keq po përdoren për të shkatruar rinin tonë. Sa orë mund të kaloj njëri, jashtëzakonisht 1 orë. Thash edhe një herë, dënimi më i madh që mund t'i japi një prind fëmijës së tij është që t'i marrë telefonin qoftë edhe për gjysmë ore. Kjo tregon ty se çfarë varësie ka krijuar ky fëmijë ndaj këtij telefoni. E thash kjo është fenomen i frikshëm. Ka filluar që në mosha 2 vjeç e sipër, gati shkon edhe në mosha më të mëdha. Por dëmi më i madh, kujt i bëhet? Dëmi më i madh i bëhet rinis, sepse aty ka efekte sociale shumë të frikshme, ka thash gjuhë banaliteti, pjesa më e madhe e trive që sot plagosin njëri tjetrin dhe vrasin njëri tjetrin, sherri ka nisur në rrjetet sociale. Nuk është se ka nisur në rrugë apo në klasë, nga komunikimi që ata kanë me një tjetrin. Sepse për fat keq sot nuk po na edukon më as shkolla, as shtëpia, as rruga, por aty ti nuk e di se çfarë komunikimi kanë ata me njëri tjetrin.
edhe të gjithë thashë edhe njëherë po ankohen për diçka të tillë. Rinia sot ka dhe një problem tjetër ose ka një sfidë tjetër, është fama. Të gjithë luftojnë për famë. Të gjithë mundohen të marrin sa më shumë pëlqime. Të gjithë tregojnë se çfarë po hajnë, çfarë po pinë, çfarë kanë veshur, sepse duan famë, duan që të gjithë ta kenë mendin tek ata. Fama, thash, edhe kjo është gjë që ka krijuar Zoti, edhe çdo njeri ka qejf të njihet. Çdo njeri ka dëshirë që ta shikojnë tjerët, ta dëgjojnë tjerët, çdo kush e ka diçka të tillë, por sot e frikshmja e di ku është, se kjo famë po e shkatron komplet rinin tonë. Gjithmonë fama ka patur rreziqet e saj, edhe hoxhallarët, edhe dietarët, ata do të kenë frikë për veten e tyre, edhe të pasurit, edhe pushtetarët, edhe politikanët, çdo kush, edhe të diturit, se kur fama të fillon dhe të kontrollon ty, ajo të shkatron ty. Si puna asaj makinës të mirë, që në fillim i jep ti gaz asaj, e kënaqesh, por vjen një moment kur e ve kamën në frena, frenat nuk mbajnë. Ti e përdore deri tani, këtu e mrapat ka ajo në kontroll ty. Kjo është fama, këtu është frika se ajo fillon e shkatron njeriu. Pjesa më e madhe e rinisë tonë duan të bien në sy, duan duken për çdo gjë. Prandaj kanë siklet shumë të madh. Ai pëlqeu atyre veshja ime, ai u pëlqeu makina ime, ai pëlqeu telefoni im. Dhe një pjesë e madhe e rinisë, po të pyesësh psikologët, pse kanë stres pse kësaj? Keni dëgjuar për këto bullizma se si shajnë, ofendojnë njëri tjetrin, po pse këtë telefon ke ti, pse këtë makinë ke ti, këtë rrobë ke vesh, ai ndihet shumë keq. Sepse fama është kthyer në idhull, në Zot, krejt mundohen të adhurojnë atë. Dhe nëse dikush i thot ti nuk je i famshëm, ai ndihet shumë keq. Prap këtu vjen besimi dhe i thot njeriu, ti je njeri i veçantë nga gjithë krijesat tjera. Mundohet ti jesh mirë me Zotin, ti jesh i qetë në vetën tënde. Fama edhe vjen edhe shkon. Pjesa më e madhe e njerëzve që mbahen, që kanë famë, jeta e tyre nuk është sikur duket. Me i dëgju ti hallet e tyre, problemet e tyre, dhe o Zot, le ta mbajnë famën për vete, se qa hallesh pas kanë këta, unë qekum shumë mirë. Dhe një pjesë e madhe e tyre, siç dihet, shkojnë në vendime që shkatrojnë veten e tyre. Sepse e përmenda dhe njëherë, fama të ngre pak sipër, pastaj ti më fluturon dhe nuk ke më kufi. Kjo është besimi, vjen dhe i thot njeriut, rrin kufit tuaj o njeri, mundohet të jesh mirë me Zotin, mundohet që ti të kesh famë ke Zoti, dhe fama tek Zoti është kur meriton emrin Abdullah, robi Allahu xhalleshanu. Kush është njeriu më i famshëm në botë? Për ne muslimanët është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A ka më të famshëm se sa ai? A ka njeri që ka follower, ka ndjeksa më shumë se sa ai? A ka njeri që me like pëlqime më shumë se sa ai? A ka njeri në botë që pëlqehet dhe i dëgjohet fjala më shumë se sa ai? Sot kanë kaluar më shumë se sa 1400 vite që pejgamberi alayhis salam ka shkuar tek Allahu xhalleshanu. Fjala e kujt njeriu në botë ka ndikimin më të madh? Është fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por ai thoshte fjala, emri më i mirë është Abdullah, robi Allahu xhalleshanu. Më thoni mua robi i Zotit dhe i dërguar i Tij. Prandaj kjo është që duhet ta ushqejmë dhe ne rinin ton. Mundohet të jesh i qetë me Zotin, e të jesh i rahatuar me veten tënde. Fama edhe vjen edhe shkon, e lut Zotin e gjithësisë ta ruaj rinin ton, se për këtë famë, për të dukur, për të dalë mirë përpara tjerëve, po shkatrojnë veten e tyre, po shkatrojnë trupin e tyre, po shkatrojnë dhe mendjet e tyre, dhe në fund njerëzit kanë këtë natyrë të bëjnë si punë e limonit, të shtrydhin sa ke lëng, momentin që s'ke lëng të hedhin për herë. E kjo është fatkeqësi që i ndodh rinisë, sidomos vajzave. Të gjithë e kërkojnë të jetë e pashme, dukshme, të vishet mirë, kështu me radhë. Momentin që, se jeta është jetë, momentin që nuk është më ajo bukuri, nuk është më ajo heshi, askush nuk hedh sy të hedhin kosh të plerave, ndërsa Allahu xhalleshanu asnjëherë nuk të hedh ty kosh plerave. Bile sa më shumë kalon, aq më i vlefshëm dhe aq më i shtrenjtë bëhesh ti tek Zoti i gjithësisë. Dhe e fundit me cilën po e mbyll është se nga sfidat që ka sot rinia është boshllëku shpirtëror. Trit janë
pjesa më e madhe tyre janë bosh shpirtërisht. Pse kënaqemi shumë në Ramazan? Dhe pse presim me padurim vi Ramazani? Sepse është e vetmja që i kthen ata në shtëpinë e Zotit dhe i afron me Allahun xhallahu xhanu është Ramazani. Edhe kjo është mrekulli që ai jep vetëm Allahu xhallahu xhanu. Nuk ka forcë në botë që këtë rini mund ta marrë prej rrugës apo aty në vende ku janë e ti sjelli këtu njerëz që unë e ti se kemi parë kur një herë në Ramazani shohim ata. Kjo është ajo që bën Allahu xhallahu xhanu, por pjesën më të madhe të jetës rinia ndihet bosh shpirtërisht. Kjo boshllëku shpirtëror e ka bërë që rinia të jetë konsumatore. Ata kanë maninë vetëm për të blerë, vetëm për të dukur. Thash edhe i pasuri, edhe i varfër. Edhe ai ka qejf të ketë këpucët më shtrenjta, të ketë firmato, të duket përpara njerëzve të tjerë. Shif ka njerëz sot në botë janë shumë të famshëm, kanë shumë pasuri, por telefonin e ka thjesht, rrobat i ka thjeshta, makinën e ka shumë thjesht. Pse? Sepse ajo është i mbushur me diçka tjetër. Ndërsa pjesa më e madhe e rinisë, nga që kanë boshllëk shpirtëror, mundohen ta plotësojnë atë me qefe, me materializëm, por nuk ngopet njeriu, nuk ngopet kur nefsi me gjërat materiale. Se Zoti ka caktuar që nëse shpirti është i etur, nuk ka ujë edhe lëng në botë që jep freski atij njeriu. Nëse shpirti nuk ka ushqim në botë që e ngop njeriu. Nëse shpirti është bosh, nuk ka gjë që e mbush njeriu nga brenda. Prap tu vjen besimi dhe i thot atij që mbushe shpirtin tënd. Mundohu të kënaqësh shpirtin tënd se ka për të pas lezet edhe buka, edhe nëse është e thjeshtë. Ka për të shijuar ushqimin tonë. Për ndryshe ti do të hash dhe do të ngopësh. Për ndryshe je si puna e tij që vrapon mas atij mirazhet që duket në rrugë apo shkretir ku shkon atje, shef që nuk është ujë, ka qenë thjesht një gënjim, një gënjeshtër, ka qenë thjesht një mashtrim. Ky boshllëk shpirtëror ka bërë që fëmijët dhe rinia sidomos mos ketë ndjeshmëri, as për familjen, as për prindrit. Nuk e di kush është smur, nuk e di kush ka vdekur, nuk i bën më shumë për shtypje. Prandaj është e rëndësishme që rinin tonë, fëmijët tanë, t'i marrim në sebepe familjare, t'i marrim pse jo në raste fatkeqësish që ata ta përjetojnë, ta ndjenë se janë pjesë e kësaj familje. E keni dëgjuar atë që thonë me shaka, tha, u fikën dritat, u ndal interneti, edhe tha pata mundësi të flas me familjen time, kishin qenë njerëz të mirë, tha, se kisha ditur. Kjo është një realitet i hidhur. S'po kanë fëmijët, s'po komunikojnë me prindrit e tyre, s'po komunikojnë me njëri tjetrin, sidomos kur është secili në dhomën e tij. Nërsa dikur të gjithë e dim ne fukralliku na bë që timi vëllezër e motra bashk, kemi ndarë rrobat me njëri tjetrin, kemi ngrënë të njëjtin ushqim, kemi lexuar librat e njëri tjetrit, po kjo na ka mbajtur sot lidh. Edhe frika është për rininë e të ardhme, si kanë për të pas marrëdhëniet ata me njëri tjetrin, vëllezërit me njëri tjetrin dhe motrat me njëra tjetrën. Kjo është rreziku dhe kjo është frika më e madhe, edhe po e mbyll me këtë. Çudia më e madhe është se historikisht stres dhe depresion kanë pas njerëzit që kanë pas halle në familje, një prind që nuk di që të ushqej fëmijët e vet, apo një prind që ka fëmijën smur. Por sot po shikojmë që kemi të rinj që në stres dhe në depresion. Po të shikoni, po të pyesni psikologët, psikiatrët, ajo thotë që po na çudit të gjithëve sot që stresi dhe depresioni ka zbritur tek të rinjt. Si ka mundësi që të rinjt të kenë stres dhe depresion? Çfarë hallesh kanë ata? Çfarë probleme? Çfarë ju ka rënë aty në krye që i ka bërë ata me stres e me depresione? Është ky boshllëku i madh shpirtëror dhe ky vrapimi mas pasurisë, mas famës për të dukur, ajo e shkatron njeriu. E fundit, vëllezër dhe motra. Thash edhe një herë, ajo që na dhem është sepse rinia është ajo që është pjesë e shpirtit tonë, është pjesë e zemrës tonë. Të rinjt janë arkitektët e së ardhmes, të rinjt janë komandantët e së ardhmes, të rinjt janë trashëgimtarët tanë, të rinjt janë politikanët tanë. Nëse duam një të ardhme, kur komandantët spyesin për ushtarët e vet, nuk ka ushtri. Nëse duam një të ardhme kur arkitektët nuk ngrejnë por shkatrojnë, nuk ka ndërtim, nuk ka të ardhme e vend.
Nëse duam një të ardhme për politikanët e të ardhmes, nuk pyesin për asnjë tjetër, por pyesin vetëm për veten e tyre. Ka manin vetëm për të fituar, s'do t'ja di ky ka hall apo nuk ka hall, është i varfër, është i smuar, nuk do t'ja di, ai të shikon si pasuri. Çfarë mund të fitoj unë për këtij personi? Kjo është realiteti që po jetojmë dhe ndoshta ka përqenë dhe më i dhimbshëm në të ardhmen. Pse? Sepse do kemi rini e cila nuk pyet më as për vendin e vet, as për familjen e vet, po nuk pyet më as për veten e vet. E lusë Allahun xhalleshanu t'i ruaj fëmijët tanë, niprit dhe mbesat tona, ta ruaj rinin tonë. E lusë Allahun xhalleshanu që mos na gjykoj Zoti me ato që ne meritojmë, por ta gjykoj Zoti me faljen dhe me mëshirën e Tij. Zoti na ndihmoft të gjithëve që të jemi këshilltar të mirë, orientues të mirë për të rinjt tanë, qofshin ata brenda familjeve tona, brenda xhamive tona apo në shoqërinë tonë. Asnjëherë mos thuaj nuk është fëmia im shqyr Zotit, është fëmia i tjetërkujt, sepse të gjithë jemi me një anije. Sikur themi që ki kujdes mos bjerë tjetri me makinë, se ti nuk i bie, i ruash tjetrit, edhe jeta kështu është. Ndoshta jemi në rregull ne, ndoshta fëmijët tanë janë në rregull, por belaja vjen nga ana tjetër. Prandaj asnjëherë mos thuaj është larg shtëpisë time, është larg lagjes time, nuk ka lidhje me mua, ka lidhje me ne. Profeti alayhis salam tha jeni të gjithë me një anije. Nëse anija do të mbytet, të gjithë keni për të mbytur. Prandaj e lut Zotit na përdori gjithë për hajër, edhe për fëmijët tanë, po edhe për fëmijët e lagjes, e për ato që në xhamin tonë. Allahu xhalleshanu edhe një herë thashë ruajt rinin tonë dhe e ktheft të boft ato rinit hajrit me të cilën krenohet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një rini që do të hyjë në hijen e Arshit ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk ka hije tjetër veç hijes së Arshit. Tha është një djalë i ri që e ka kaluar jetën dhe rinin e tij në njohje dhe në adhurim ndaj Allahu xhalleshanu. Zoti është shpërbleft me të mira, Zoti na bashkoft gjithmonë në mezhliset hajrit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.